Shqipëria mund të fitojë Eurovisionin për herë të parë. Do të ishte historike dhe pabesueshme, por më shumë se kurrë, Shqipëria ka shansin e artë për të fituar këtë kompeticion të këngës. Në gjithë historinë dhe pjesëmarrjen tonë, suksesi më i madh është vendi 5 i arritur me Rona Nishliun, me këngën Sus. Më pas shumë vite zhgënjim dhe tani me Shkodra elektronike, Shqipëria mund të marrë vendin e parë. Finala do të zhvillohet në datën 17 maj në Zvicër, ndërsa në sondazhet e publikuara nga mediat e huaja dhe ato që e vlerësojnë prej kohësh Eurovisionin, kënga Azierëm e Shkodra elektronike renditet në 3 vendet e para. Për herë të parë, Shqipëria është favorite për të fituar një kompeticion të tillë dhe kjo nuk është pak. Interpretimi në gjysmë finale ishte fantastik nga ana e këngëtarëve shqiptarë, që kanë magjepsur skenën dhe kanë bërë kurioz jo pak dëgjues nëpërmjet prezantimit të tyre unik dhe një këngë që rëmben zemrat e dëgjuesve, por njëkohësisht është jo pak e mistershme. Në 17 maj, të gjithë do të jenë para televizionit për herë të parë. Nëse Shqipëria mund të fitojë Eurovisionin, duhet të theksohet se fituesi vlerësohet me 50% të votave të publikut dhe 50% të votave të juris. Shpresat janë të mëdha edhe për votat e juris, pas interpretimi i kësaj këngë shqiptare është më e vështira nga gjithë këngët e tjera pjesëmarrëse në natën finale të Eurovisionit.